Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat mbrojtëse të Ukrainës goditën një kompani në qytetin rus të Kirovit, e cila furnizon komponent për kompleksin ushtarako-industrial të Rusisë dhe një strukturë nafte të vendosur gati 1350 kilometra nga kufiri i Ukrainës. Forcat mbrojtëse të Ukrainës goditën një nga ndërmarrjet kryesore ushtarake në Kirov të Rusisë. Ajo furnizon komponent për sistemet e avionëve dhe raketave të pushtuesit, të cilat përdoren në veçanti në sulmet masive kundër qyteteve dhe komuniteteve tona. Falenderoj luftëtarët tanë për precizitetin e tyre. Përgjigjja jonë është plotësisht e justifikuar, shtoi Zelensky. Ai tha se forcat ukrainase kanë goditur gjithashtu një strukturë nafte pothuajse 1350 kilometra nga kufiri shtetëror i Ukrainës. Ai shtoi se një operacion që synon logjistikën ruse është duke vazhduar për të ndërprerë furnizimet me komponentë të dronëve, pajisje navigimi dhe pajisje të tjera ushtarake të përdorura nga forcat e armatosura ruse. Presidenti falenderoi njësitë e forcave të armatosura të Ukrainës, inteligjencën ushtarake dhe shërbimin e sigurisë së Ukrainës për kontributet e tyre në operacione. Denis Shtillerman, bashkëthemeluesi i kompanisë ukrainase të mbrojtjes Firepoint, tha më parë se kompania ruse e mbrojtjes Avitek në Kirov ishte goditur nga një raketë ukrainase FP-5 Flamingo. Ai postoi foto dhe video të publikuara nga kanali Exilenova Plus, i cili citoi burime midis personelit ushtarak rus. Numri i municioneve të përdorura në sulm nuk u specifikua.